Zotri Abdigjiku, përshëndetje. E kem që atje ka mirë, një pyetje shumë të shkurt. Ledekeja në këto zgjedhje çka pret? Pret që ky rrugtim i nisur mes nesh qëndrohet në një frymë të djathtë rrugoviste të gjithë andej Kosovës dhe të na krijohet një momentum i ri për stabilitet institucional. Në mënyrë që Republika e Kosovës të ketë presidentin e vet, kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin e Republikës, pa ushtruar detyre, po me projekte madhore për Republikën dhe për të ardhmen e këtij vendit. Jam jashtëzakonisht i lumtur me pritjen që po na bëhet gjithë andej Kosovës, po e shohim nxizjen e një fryme të madhe të djathtë e përbashkimit që na i ka përcjell dhe pritjet tona. Jemi shumë optimist, por na duhet punë shumë. Prandaj ftesa jon, e imja, Vjosës dhe gjithë neve është le të bëhemi bashkë gjithë në këtë rrugtim të madh sepse është për fatin e Republikës të Kosovës. Një pyetje për fund, a keni arrit që me përbashku djathtën siç i quani ju? Po. Gjithë ata që kanë vizion të djathtë, që e kuptojnë momentumin e tanishëm dhe që kanë vullnet, sepse vullneti është shumë i rëndësishëm, gjithë ata janë bashkë pjesë e kësaj listës sonë dhe jam i lumtur që kemi një listë shkëlqyeshme 110 kandidatëve, mbyllni sytë, zgjedhni 10 pa asnjë gabim. Do të keni të mirë të gjithë ata. Janë profesionistë, janë të shkolluar, janë patriot, janë të njohur me përvojë jashtëzakonshme. Edhe mbi gjitha e dojë Republikën e Kosovës siç e dojmë dhe ne. Zotri Abdigjiku, faleminderit. Nuk jo morim kohën e juve. Punën e mbarë që e bëni ju si televizion. Faleminderit.